Por megjithatë, gjykata kushtetuese e vet tashmë një vendim rrëzoi dekretin e presidentës Osmani. Ai bie që është ngutur pak presidentja me këtë dekret për shpërndarjen e kuvendit? Më thonë drejtë, unë kam mendimin këtë tjetër, po kjo është vendim që meritor, që duhet zbaton gjitha institucionet, po dhe ne, por drejt kemi me thonë dokumentet tona. Unë si jurist, si ekspert, mund të avem mendimin tem që nuk e kom prit një vendim tillë, për shkak se kemi dy dispozitën të kushtetutës që rregullojnë dy çështje. Dy dispozita? Po, dispozita 86 e rregullon që ka titullin e zgjedhja e presidentit. Ajo ka përcaktuar mënyrën dhe fillimin e zgjedhjes së presidentit në 30 ditë para të skadojë mandati i rregullt i presidentit apo presidentës. Detyrimisht, duhet të zgjedhet presidenti i ri. Edhe përcakton edhe procedurën si zgjedhet, rundi i parë, rundi i dytë, rundi i tretë, dhe nëse nuk arrin këto 3 runde, atëherë shpërbehet parlamenti dhe 45 ditë i kanë mundësi që të përcaktohen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por që në rast se këto 34 ditë nuk arrihet të gjendet një zgjidhje, i bie të shpërndahet automatikisht, ashtu siç të paktën arritëm ta lexojmë në vendimin e gjykatës. Ashtu siç thot Neni 86. Ashtu thot Neni 86 që duhet automatikisht të bie shpërbehet parlamenti dhe 45 ditë, se 30 ditë përpara nuk bën të caktohen zgjedhjet, për shkak se 30 ditë që jepet mundësia KQZ-s të organizohet të përgatitet për zgjedhje. Pas 30 ditë, ato janë 15 ditë ku presidentja ose presidenti kush është në marrëveshje me partitë politike e përcakton datën e zgjedhjeve. Dhe kur flasim për çështjen e presidentit, sepse për vendimin e gjykatës kushtetuese nuk ka se çfarë komentohet, më tashmë ka mbetur në dorën e deputetëve apo ndryshe thënë liderëve të partive politike për të arritur një marrëveshje për ta zgjidhur këtë çështje, mirë po kanë qenë në fakt 2 lëvizje të presidentës Osmani. Lëvizja e parë ka qenë